Përshëndetje nga fshati Zardze. Një nga udhkryqet ku lidhet Prizreni, Gjakova, ku bëhet një nga tregjet më të mëdha. Zardza është e njohur shumë në Kosovë, e ka edhe MC Lusin, Gjigandin, Mullirin. E këtu je marrë te shoku DJ Mili. DJ Mili është nga Rogova, e njohin gjithë. Pas një pune angazhimaj që sa vite me DJ. Pastaj ka punu sistem të itjes, ka vendos bazena, tash ka hapur reklama, printim, dizajne të llojeve të ndryshme. Dhe na me hy lartë, du me pi kafet e Milit tash, që ku keni reklamën 049-35-397, shërbimet, uniforma pune, reklama, vizitkarta, kimika, fletore, duksa, shkrepsa, websajte. Nësë gjitëm lartë. Që po kallën dritët si Zvicër. është po himrana bac. Ala ma bukur se në përëndim, që fa pas tërtije. Një më nxese po në mbarë. A fnajtë da po shuët, pa mrekullie pas të bok. Mili, ende s'kam rria? Mili tash atakja. Ti e dizajner këtu, a? Se ta pres Mili në pika i kafe, për ndryshe Mili ka qena dhe shkollë në Krushe, një nga shokt. Më të mirë ka pas shpetim Ramadanin, i shokin tem, që sot nuk jeton mu. Tu e pas këtë bo, se i lexova poshtë reklamët. Maqinët, krejt prej jashtit, a? Moderne. Vesh suksese. E fondacionin që e kom hapë për mirëmbajtjen e fshatit, kur t'i bojt teshët, kom i bot e Mili. Që të në formë kom e zgjath, dhe i pëntor kom e marë këtu, i pas këtë gjitha të mirat. Kofja veçerdi. Pra ishën të Mili, kjo është rruga e Zotit 99, emri i kamit kështu, pas të gjeneratët e vjetra tuftës e mojnë manë për popolata e këve e Mitrovicës kom, ku i kanë dëbua, janë pritur në Zardze, e pastaj kanë vazhdu për Shqipëri që janë dëbua. Djali Dërnicës është pyti një ditë, ku është tregu i Rogovës? Tregun e Rogovës e ki let me gjithë. Pas Zardzës vjen fshati Rogovë. Pas Rogovës vjen Selina, pas ta vjen Krusha Amave. Kjo rruga për Gjakovë që shpije, na drejtim Prizrenit dhe më tani të shku. Magistralia Prizren Gjakovë.